Qindra qytetarë serb I amësyn manastirit të Graçanicës para se ta kryen pelegrinazhin e përvitshëm në Gazimestan, vendin ku koalicioni I prir nga lideri mesjetar serb Car Lazar humbi betejën në përballje me Osmanët 636 vjet më parë. Përveç nga Kosova, ata udhëtuan me autobus edhe nga Serbia dhe u përcollën në masa të shtuara të sigurisë nga policia, KFOR-i dhe Uleksi. Në manastir u mbajt liturgjia dhe aktivitetet përkujtimore. Në hyrje të monumentit, shumë prej pjesëmarrësve u ndalën për t'u lutur, prekën derën dhe flamurin serb me kryq ortodoks dhe 4 shkronja cirilike, që simbolizojnë sloganin kryesor nacionalist. Pak para hyrjes në manastir, zyrtar policor ndaluan e më pas e dërguan në mbajtje. Organizatorin meq udhëhoqi një grup peligrinësh nga Beogradi, të cilët veshën bluza me ngjyrat e flamurit të Serbisë e me mbishkrimin Serbia e Bashkuar përpara manastirit. E një tjetri I u shqiptua kundërvajtje. Në obor ata ndezën qirinj, e pas këtyre riteve, peshkopi malit të zi Joanikije mbajti liturgjin. Ai para të pranishmëve gjatë gjithë kohës ju referua Kosovës edhe me termin metohi dhe përshkroi si tokë e serbëve. Dhe këta fëmijë e të rinj që I përmbushin shenjturët tanë çdo javë e çdo festë, ata dëshmojnë se sa e madhe është dashuria e popullit tonë për Kosovën, për tokën e shenjtë serbe, për vatrën tonë shpirtërore e popullore. Ligjërimi këtij prisi fetar u dominua nga mesazhe politike. Shumë të tjerë do të thonë se kemi humbur Kosovën apo se duhet harruar Kosovën, por unë asnjë njeri besimtar nuk e kam dëgjuar ta ketë thënë këtë as të parën e as të dytën, por se po shohim dashuri për Kosovën dhe për popullin tonë të kryqëzuar në Kosovë. Derisa brenda manastirit zhvilloheshin lutje dhe rite fetare, jashtë në një hapësirë të vogël u shërbye bukë për të pranishmit. Gjatë gjithë kohës, pjesëtarë të policisë patrolluan përgjatë rrugës kryesore të Graçanicës, të njëjtën e bën edhe pjesëtarë të KFOR-it. Rrugët e komunës së banuar kryesisht me serb nuk ostolisën me flamuj të Serbisë, meq në fillim të qershorit, gjykata themelore në Prishtinë anuloi vendimin e vitit të kaluar të komunës së Graçanicës për ta shfaqur atë për Vidovdan.